Kreu demokrat Sali Berisha reagoi sot pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke theksuar se Shqipëria është shndërruar në parajsën e larjes së parave nga kartelet dhe klanet më të rrezikshme në Europë. Në Shqipëri nuk ka investime të huaja, ka 10 vite që nuk numërohen as me gishta investitorët serioz perëndimor, sepse ata janë zëvendësuar nga narkotrafikantët dhe paratë e tyre. Ndaj me të drejtë në raportin e Dash flitet për një korrupsion të madh qeveritar, korrupsion të madh në gjyqësor. Flitet për paratë e drogës, për mungesën e investimeve të huaja, që të gjitha këto janë tipike për një narkoshtet, thot Berisha. Ky fundit kujton se kompani të mëdha ndërkombëtare janë larguar nga Shqipëria gjatë këtyre viteve, duke përmendur shembuj si Shell, që shpenzoi mbi 1 miliard euro në kërkimin e naftës, si edhe projekte të tjerë në real estate që kapnin mbi 1.5 miliard euro, por u zëvendësuan nga kartelet e drogës. Partia Demokratike do të vazhdojë misionin e saj të transparencës së plot, pavarësisht avokatërve të narkoshtetit, pavarësisht çfarë pozicioni kanë dhe ku ndodhen, me bindjen e plotë se narkoshteti shqiptar është rrezik madhor për qytetarët shqiptar, për qytetarët e rajonit, për BE-n dhe për partnerët tanë përtej Atlantikut, përfundon Berisha.